Shikues e Vision Plus, përshëndetje. Do të njihemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria e ditën e sotme është ndikuar nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme, moti ka qenë fillimisht i kthjellët dhe gradualisht me shtim vrenësirash, të cilat u shoqëruan me rreshje lokale shiu me intensitet të ulët dhe shtrëngata të izoluara në zonat malore, kryesisht në lindje të vendit në orët e mesditës dhe pasdites. Era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe juglindja me shpejtësi 7 metër për sekond. Valzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 4 deri 16 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 5 deri 18 gradë dhe në Bregdet nga 7 deri 20 gradë Celsius. Ditën e diel moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm, i vranët me rreshje të erpashershme shiu në pjesën më të madhe të ditës. Rreshjet fillimisht do të jenë me intensitet të ulët në veri të vendit dhe më pas ato do shtrihen gradualisht edhe në pjesën tjetër të territorit, ku hera herës ato gjatë pasdites pritet të jenë edhe me shtrëngata afaqshkurtër dhe shkarkesa elektrike. Në zonën e Alpeve, në verilindje të vendit në lartësitë mbi 1600 metër dhe në juglindje në lartësitë mbi 800 metër, rreshjet e Dëborës do të jenë me intensitet të ulët deri mesatar. Mjegulla e dendur dhe mjegullina do të jenë prezente në orët e mëngjesit, kryesisht në zonat luginore, si dhe në momentin e rreshjeve të shiut dhe të Dëborës. Era do të frymën drejtim nga verilindja dhe veri perëndimi me shpejtësi 10 metër për sekond në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare. Hera herës era do të fitoj shpejtësi deri në 18 metër për sekond. Valzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 3 deri në 4 ball. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 0 deri 12 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 4 deri 18 gradë dhe në Bregdet nga 7 deri 18 gradë Celsius. Rajoni i Ballkanit ditën e nesërme do të vijojë të jetë i paqëndrueshëm me rreshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të tij, si rezultati i depërtimit të pozicionimit të një qendre me presion të ulët atmosferik. Përsa i përket kontinentit evropian, vendet nordike, Ishit britanik dhe pjesërisht Europa veri perëndimore do të ketë mot të qëndrueshëm dhe të kthjellët me vrenësira kalimtare. Ndryshe do të paraqitet pjesa tjetër e Europës, ku si rezultat i ndikimit të qendrave me presion të ulët atmosferik, moti do të jetë i vranët dhe me rreshje shiu. Duke një përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.